Shtetet e Bashkuara të Amerikës deklarojnë se janë më pranë se kur arritjes së një marrëveshje me Iranin, në një moment kur pasigurit mbi vimin e negociatave mbetet të larta dhe afati i armpushimit po afrohet drejt fundit. Zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë Caroline Leavitt deklaroi në një intervistë se për të administrata amerikane po punon për një marrëveshje e cila sipas saj do të jetë ndjeshëm më e mirë sa në viti 2015. Marrëveshja në fjalë lidhur gjatë presidencës së Barack Obamas u anulua më pas nga presidenti Donald Trump, i cili aktualisht po mban një qendrim të ashpër ndaj Teheranit. Leavitt bëri të ditur se ndonse progresi është i dukshëm, presidenti amerikan ka në dispozicion alternativa të tjera në rast se negociatat dështojnë. Paralajmërimet për masa të mundshme përfshirë edhe sulme ndaj sektorit energjetik dhe infrastrukturës civile të Iranit, shtojnë mëtej tensionet në një rajon tashmë të paqëndrueshëm. Ndërkohë që armpushimi i dakordsuar mes dy palëve pritet të përfundojë të mërkurën, duke rritur urgjencën për një zgjidhje diplomatike. Ende nuk është konfirmuar nëse një raund i ri bisedimesh do të zhvillohet përpara këtij afati. Në të njëjtën linjë, edhe Europa ka intensifikuar thirrjet për dialog. Ministri i Jashtëm gjerman Johann Wadephul i bëri apel Iranit të angazhohet në negociata konstruktive me SBA-n dhe sugjeroi zhvillimin e tyre në Islamabad. Deklaratat u bën përpara një takimi të ministrave të Bashkimit Evropian në Luksemburg. Wadephul nënvizoi se konflikti, i cili pritet të hyjë në muajin e tretë, kërkon një zgjidhje të shpejtë dhe të qëndrueshme. Ai kritikoi gjithashtu vendimin e Iranit për të bllokuar ngushticën e Hormuzit, pikën kyçe për transportin global të energjisë. Është thelbësore që lëvizja e lirë dhe sigurt në këtë korridor detar të rikthehet pa vonesë, deklaroi ai, duke shtuar se Europa është e gatshme të kontribuojë në stabilizimin e rajonit sapo të arrihet një marrëveshje. Zhvillimet e fundit tregojnë se ndonse ekziston një dritare për diplomaci, rreziku i përshkallëzimit mbetet real nëse palën nuk arrin një kompromis në kohë.